A më falet nëse i nis ballokumet para kohës si një llupse e vogël që jam për tani që jam shtatson? Vajta në supermarket për të blerë disa ushqime dhe i pash këto atje. Mirë po unë këto i kam shumë qef. Do me thënë, ballokumet e gatshme, unë i kam shumë qef. Jo sa ato të shtëpis nuk më pëlqejnë, më pëlqejnë edhe ato, po këto si që kanë një shije të veçantë që unë nuk e di, do me thënë, po më pëlqejnë shumë. E thojnë të mi janë në gjendjen më skandaloze të mundshme për momentin, por që nuk duhet ta bëja këtë video sepse ju e dini që mua më pëlqejnë këto videot më ngranë. Ajo që më pëlqen të këto ballokumet është kjo, që kur ndahen, janë kështu si... Okej, që po thoya është se më pëlqen që janë shumë të buta nga brenda dhe janë kështu si i ngjitur, do me thënë e çaj brumi si i ngjitur dhe nga jashtë janë shumë krokante. I mbaj mend më të mira nga vitet e tjera. Po këtë vit, shija nuk është ajo që ka qenë gjithmonë. Ndoshta ka marrë një firmë tjetër. Ose ndoshta paketimi, sepse kur unë i kam marrë më përpara, nuk i kam marrë me këtë letër. Po kanë qenë të mbështjella me letër telefon. Tani më thoni, juve ju pëlqejnë ballokumet apo jo dhe cilat ju pëlqejnë më shumë? Ato që blihen në dyqan apo ballokumet që bëjnë mamat tona në shtëpi? Më lini koment dhe mos harroni të më bëni like dhe subscribe. Bye!